الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين على رسولنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. I bëjmë hamd Allahut, e falenderojmë Allahun për mirësitë e shumta që na ka dhënë, që na ka bërë musliman, na ka bërë ummeti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. E falenderojmë Allahun që na jep jetë në këtë muaj të Ramazanit, me madhruar Allahun dhe me kërku falje. Allahu na fal dhe na mëshiroft. Allahu nasib Jannatul Firdausin nasib na baft. Allahu nasib na baft shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë ditë kur dalim para madhnisë Allahut. I çojmë salate dhe selame Muhamedit alayhi salam, familjes tij, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm në këtë xhami sot në këtë ditë, ne do të vazhdojmë me mesazhet që i marrim nga Kurani, mësimet që na mëson Allahu subhanahu wa taala, që Allahu na ka dhënë shumë emanete në këtë dynjë, dhe vazhdimi i temës është edukimi i fëmijëve është emanet nga Zoti. Dhe padyshim se fëmijët janë dhurata e madhe nga Zoti, por janë edhe emanet dhe janë përgjegjësi prej Allahut që Allahu na ka dhënë neve për t'i menaxhuar ata. Dhe kuptimi i kësaj jete pas udhëzimit dhe shnetit është me pas evlad të khairit, se nuk kompletohet, nuk ka jetë tamam me një kuptim të begat pa fëmijë. Prandaj Zakaria alayhis salam, pejgamber për pejgamberëve të veçantë, edhe pse kishte në moshë të shtyr, ishte shumë plak, e luti Allahun e madh që Allahu mi dhon dhurrijet të khairit. Edhe Allahu e përmend këtë ndodhi në Kur'an, i cili në mihrab e luti Zotin e madh dhe i tha: o Allah, jepëm dhurrijet. Shumica e komentatorëve kur flasin për pasardhës e kanë ngajlen për mja u lënë mallin. E Allahu e përgëzoi Zakarian alayhis salam dhe i tha: ja Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. O Zakaria, ne pët përgëzojna, pët marrna myshdë me një djalë me emrin Yahya. Yahya alayhis salami ka qenë djali i tezës Isës alayhis salam, që në kutsin e Zotit i ka dhënë 5 mesazhe që i ka thirrë njerëzit në fenë e Zotit, ka qenë vetëm fëmijë. Fëmijë, 5 vjet ose 6 thuhet që i ka pas. E i ka thonë Isës alayhis salam, apo del apo dal. Në realitet Isa alayhis salam i ka thonë, ka dalë dhe i ka thirrë që krejt njerëzit kanë dalë duke i ndëgju 5 porosit e Jahjes alayhis salam të i thirrë. Kur i kanë thonë hajde lujna, ka thonë unë, fëmia do të me lujt, ka thonë unë nuk jam i krijuar për të lujt. Edhe nga ky pejgamberi Allahut, duaja e babës Jahjes alayhis salam, Zakarias alayhis salami, nuk ishte qëllimi me lanë trashëgimtar të mallit, po me lanë trashëgimtar të dinit, të pejgamberit alayhis salam. Me lanë për mi thirrë njerëzit në fe dhe me madhruar Allahun subhanahu wa taala. Prandaj, nëse evladi është emanet në këtë dynjë dhe është zinet, dje folëm emaneti, evladi është edhe stoli e kësaj bote dhe fitne, por është edhe përgjegjësi që Allahu na ka dhënë evladin ta menaxhojmë sipas standardit të fejes Allahut, Kur'anit edhe Sunetit pejgamberit. Pse? Kanë thënë dietarët, evladi është sikur zemrat e tyre janë sikur një tokë e mirë, e butë. Para mendoje një bujk i cili ka 5 hektar tokë, këtë guri ka. Se në miell, se në prashit, se në asi. Para mendoje një tokë për një bujk, një tokë shumë e butë, shumë e mirë, ki ujë, ama i ki këtë mekanizmat për me prashit dhe me miell në ta. E prandaj Allahu fëmijët i ka kriju në natyrshmëri të pastër, në tokë të butë, të mirë për me përpunu, ç'është dushe përpunon. Ama çka të mjellsh që ta ki me korë. Nëse fëmija janë tokë, që Allahu na ka dhënë bereqet,
në këtë jetë dhe begati që kënaqet syri njeriu, po e shfrytëzon e fiton edhe mirësitë në ahiret për shkak shërbimit të kësaj toke që ti e edukon fëmijën tënd në fenë e Allahut, atëherë me siguri ka më të ngrit vlera në këtë botë dhe në ahiret. Prandaj çka të mbjell shkor, këta më e men se e vladi është sikur toka. Qysh ta punojsh çashtu kanë më dal, çka të mbjell çka ta ki me kor. Nëse mbjell moral, mbjell marrë, mbjell karakter, atëherë ai do të rritet si njeri mirë. Nëse mbjell arrogancë, nëse mbjell ërnek të keq, që ta ki me korë, që i djallë që ashtu del, zakonisht, për shembull, vallai djali filan profesorit duli mirë, mashallah, po dhe ai vazhdoi studimet edhe pse e ka pa babën e vet, e ka pa nanën e vet. Vallai filan familjen falet 5 vakt namaz, rrall ka dikun që falet 5 vakt namazin në shtëpi, e fëmia që nuk falet. Zakonisht fëmia merr ërnek pse e ka pa terrenin e butë. Dhe prindërit ja kanë bërë të amël duke instalu këtë vlerë madhështore edukimin në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besuar Allahun, "ku anfusakum wa ahlikum nara", ruje veten dhe familjen tënde. Prandaj emanet në dynjë të ki me rujt veten s'pariherë dhe evladin tënd. Pyetje: nëse unë e ruj veten dhe familjen, haxhia veten dhe familjen, vllau veten dhe familjen, dhe na kiti rujna, atëherë krejt na jena musliman të mirë. Ama ti se run, ai se run, ky se run, edhe del çka gjenerat e cila është e degeneruar. Tokë pa përpunuar mirë. Ose kemi mbjell antivlera, jo vlerat të dinit dhe të moralit dhe të karakterit. Prandaj feja, une ta ruj veten dhe familjen, ti veten dhe familjen, edhe së bashku ne ti rujmë këto dritën e syve që i kemi këto tri. A përshet që to 4-5 fëmijë? A janë të ndëgjua, kanë arë që to? Ju mendoni se është gjë shumë e thjeshtë, kjo shumë sen i madh. Unë kur i kam pas 7 vjet, gjyshi jem ka marrë në xhami. Ama unë kur nuk ja harroj fytyrën Molla Muzaferit, Allahu në xhennet e qoftë, i cili më ka dhënë 1 dinar në xhami, a kanë kalu 45 vjet unë ala nuk e harroj atë moment. Ama gjyshi jem ka marrë në xhami. Është një moment, unë kur nuk e harroj atë moment. Edhe këto fëmijë, këtë fytyrën teme këto, dhe të haxhive dhe të xhamatit, atëherë duhet me marrë fëmijën në xhami, jo me lanë të shtëpia. Kjo është ajo përpunimi se ky e ka CD-n e lirë, e ka të shpras tash. Tash jam mush me vlera se në xhami duhet me shku. Mu fal duhet. Në mekteb duhet. Nuk është përgjithësi për prindin se është një keq kuptim. Shumë prind mendojnë hoxha kam gajle shumë e vladin. Çfarë gajle? Vallai, që për ekzistencën, për shkollimin, për parat, për veshjet, nuk është obligimi i prindit me menu se Allahu cakton rizkun fëmijën para se më ta donë Allahun. Allahu thot na jap mi rizk atyre pastaj juve. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Atyre pastaj juve ta ka hej gajlen Allahu. Mos e baj shumë gajlen. Po, na kujdesemi punojna këtë. Po, kujdesi për veshmbathje. Nëse na kujdesemi për veshmbathjen e fëmijëve tonë, duhet më kujdes për veshmbathjen e trunit dhe mendjes fëmijëve tonë. Kujdesin e ngritjes vlerës e vladit tonë. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj, nuk është përgjegjësi e prindit vetëm me ushqy, edhe mi ble kerë luksoze, edhe mi lanë pallate, ama në mbrena shprast CD-n e ka. Edhe të mendjes edhe të zemrës. Kur nuk ka ajet hadith, leni mall e vladit shumë, leni pallate e vladit shumë. Po leni vlera shumë, iman, dituri, karakter, moral, kjo është më rëndësi. O vëllezër, nuk mund me pas ardhmëri çnosh derisa ne nuk e edukojna fëmijët e tonë. Edhe këtë tokë që na ka dhënë Allahu, këta e vlad, nuk i prashit mi mirë dhe nuk i mbjell mi vlerat më të mira, mi ja mbjell shahadetin në zemër, mi ja mbjell marrën, moralin, karakterin, turpin. S'ka prind në këtë botë që s'ka dëshirë që fëmia i vet mu kanë. Nuk kitë kina qef me pas një luksos, ama një sen është shumë e rëndësi. Ambicia dhe nasihati jam për mu dhe për ju është. Ti që jetu më dëgju, bane moto se Allahu ta ka dhënë emanet
zinet mos bëhet fitne. Ama ta ka dhënë emanet dhe përgjegjësi, ngritë këtë emanet Zotit tek Allahu duke instalu vlerat më të larta të fesë Allahu subhanahu wa taala. Fëmijët janë gëzim dhe dritë, shpresë për një ardhmëri se nuk ka gëzim dhe shpresë pa investuar te fëmijët e tonë ata që na përmend Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj prindërit janë edukatorët e parë, qasjen e parë. Fëmijën pin 2 vjet se ne çon në shkollë, as në çerdhe, por rrin me prindërit. Prandaj momenti i kontaktit parë i prindërve është me pas kujdes se edukatën e parë fëmia e marrin te prindërit. Ti neki i mirë ose i keq. Shan fëmia se fshahin prindërit. Sillen mirë se sillen mirë prindërit. Kan turp fëmia se kan turp prindërit. Dhe kjo është reciprocitet, lidhje, usas. Atëherë banu shembull i mirë i fëmijës tan praktik. Fillo prej zero me fëmijën tan dhe banu kujdes shumë se çka i ngjizon ky fëmijë. Ky fëmijë ngjizon sjelljen, lëvizjen, fjalët e tua, çdo lëvizje detaj ta përcjell. Edhe shkaqet kryesore për me kry këtë amanet. Çka janë? Do të mënona me rëmullaku me disa shembuj. E para është edukimi në besim dhe në moral. Prandaj na dallomi pi këto feve tjera se esenca jon nuk është çka do t'i lëm fëmijëve mas. Esenca jon çka do t'i lëm mas po në çështjen e zemrës dhe zhmendjes, a do t'ia lëm fejen fëmijëve tonë? A do të asimilomi? A ka popull që në asimilu? Plot ka. Plot ka. A ka familjet shqiptarëve që janë asimilu me shahadet, me namaz, me krejt. Para 30 vjetëve në konë me shamia, sot pas një shamin shpi. Para 30 vjetëve kitë ka 30 vjetëve në falë, sot kur kush nuk falet. Para 30 vjetëve kitë ka në agjeru, sot nuk agjerojnë. Plot familje shqiptare ka, plot. Para 30 vjetëve nuk ka pi kur kush alkohol dhe mish derri, sot e hanë mishin e derri dhe pin alkoholin. E fëmija tyre është shumë normal, ndoshta nesër në tardhmen e afërt edhe në kishme, se nisoj i do, shpije Zotit edhe ajo. Ama i ban shirk Allahut. Pse? Mos kujdesi i prindërve janë asimilu. Unë jam të të folë se juve i do se hoxha ashtu folë pale shka. Unë jam të të folë di raste familje konkrete, janë martu bit dhe bija tona me shkije, me mushrik, me qafira, për shkak mos kujdesi të prindërve. Në shumicën e familjeve tona në Evropë sot pijet alkoholi dhe mishi derrit. Pse? Se fëmija mos him ma fel. Se prindërit nuk janë kujdes për këtë detaj. Çfarë duhet ty ajo jeta i luksos? Po ka në konto, ka kartelin, i ka 1 milioner, punë të madhe ka. Ai ka 1 milion shejtan në shpirt dhe në zemër, ai s'e jeton rahat kurrë. Ai ka nxime jetën me vladin dhe me kejt. Unë jam hoxh për të kallxoj. Prej në Zvicër më thirë vlau, musliman, sot kam hall. Thot vajza donë më martu me një të huj, usas. Thosh, po në të martohet. Në të martohet, çfarë dush më konë, veç në tjetë musliman. Jo, shka, qafirë, mushrikër, zbesan Zotin. Po e drejta është tash, demokraci, shka dush me ba, se demokracijën atë lipna. Se ka prashit mirë. Su kujdes mirë. Prandaj edukimi në besim dhe në moral, çka na ka mësu pleqë, e dini përpara, pasha Allah. Po, çka na ka mësu? Amantu billahi ve melaiketihi ve kutubihi, baba jam, gjyshi jam, mu dhe ty dhe kejtve, na ka mësu amantu billahi. Vetë një sot fëmijë 5-6 vjeçara, e din amantu billahi. Përmend që më të folë, arabisht tekstin. Amantu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rasulihi. Sot është marrë se djali duhet me mësu kompjuterin, duhet me mësu këtë program. U mësoja fëmijës amantu billahi. Mësoja fëmijëve shartet e islamit. Mësoja fëmijëve shartet e shahadetit. Mësoja dëshminë dhe dashurinë për Allahun dhe për pejgamberin. Mësoja fëmijëve marrën dhe turpin. Prandaj edukimi në besim dhe në moral është shembulli, është obligimi i parë në prashitmën e tokës ose e vladit që dush t'ia mbjellësh. E dyta, shembulli i dytë është që muslimani prindi më kon shembulli i mirë. Më kon ërnek i mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Çdo tufë edhe me ka çobanin e vet. Ama dhe çdo familje e ka çobanin e vet, domaçinin e vet. Prindi është përgjegjës për tufën e vet. Secili prej juve, një nga një, jeni përgjegjës për fëmijët e juve. Edhe kemi me dhënë llogari para madhnisë Allahut në ditën e Kiametit. E para, edukimi dhe besimi.
E dyta, shembulli i mirë i prindërve dhe kujdesi ndaj tyre. E treta, që e kemi folë disa herë, është nuk ka ardhmëri të fëmijëve tonë pa dituri. Talabul ilmi faridatin li kulli muslim. Kërkimi i diturisë është obligim për secilin musliman. S'po flas mi bëhë xhallar krejt. Kërkim të diturisë, gjanat bazike të fesë e masanena në t'i gra ka të. Ama mës kërkojmë ardhmëri dhe ngritje të standardit shoqëror pa ngritje të diturisë. Emanet e kemi fëmijëve tonë mi shkollu. Një pyetje për pyes. Se cilin e ta pyet vetëm. 5 djem i ka, 8-5 i ka 3 hektar. Allah i dhash bereqet. Me pyet dikan, i ki 5 djem që i ki alternativ. A don 5 djem të mi bo 3 hektar, apo don dikan me bo shkencëtar? Cilën e zgjedh? Shumica, po flasëm psikologjinë e normal, kitë na e kemi atë shka i prekmi, me pas kërtë mirë, shtëpi mirë, standard mirë, luksor. Do të thotë materie me dojmë ma shumë, se çata ja kemi instalu të rive tonë. Amo pak ka njerëz që sakrifikojnë, që unë jam tregtar, po unë djalin tem s'po du me bë tregtar, po du me bë shkencëtar, po du me bë davetxhi, po du me bë mjek. Pa dini be se me para e blen 1-2 shërben, 10.000, 100.000, nuk është me rëndësi. Ama e ban djalin doktor, ama i shëron me qindra dhe me mija njerëz i thojnë Allah i të rujt, Allah i arrujt familjen, Allah i arrujt print e ti, Allah i shpërbleft me xhenet. Ty të vinë të mirat për shkak shërbimit se ai mjek i hek plagt e dhimbjes të trupit të dikujt. Vallai filani është bë profesor i mirë, është bë mësues i mirë, po ku ka nder më të madh se me pas fëmijën mësues, profesor, arsimtar. Prandaj karatazha e njerëzve është, vlera e njerëzve është në bazë diturisë. Elementi i tretë që nuk ban pa ta, hiç nuk ban pa ta. Dhe feja insiston që ne të mbjellim të fëmijët dituri të dobishme. Ti shkollojmë fëmijët, nuk ka ardhmëri pa shkollë. Jetë ka falë, pejgamberi sa më robrit në luftën e Bedrit, kush ja mëson shkrim leximin i lirë, jetë ka falë. A dini çfarë do të thonë jetë me falë? Për çka? Për këtë element të vlerës së diturisë. Prandaj fëmijën duhet me shkollu edhe me dije fetare dhe shkencëtare. Edhe shkencore. E katërta, elementi i katërt, moni men, konkret, mia obligime kemi na ndaj fëmijës. Obligimi i katërt që s'ban pa ta, pin 7 vjet minimum. Ka thënë Muhamedi alayhis salam, mësu fëmijët me fal namazin. Nëse nuk e merr fëmijën 7 vjet, mas 40 vjetëve s'po ngon e vladi. Ngon e vladi mas 40-ve, se ke marrë kur i ka pas 7 me arë. Kur i ka pas sedejen e zemrës dhe mendjes lirë. Ati ju ka mush qipi me haram, me zullum. Mas 40-ve zëra. Unë kam pas rast, një njeri që ka arë deri në derë xhamisë në Zvicër, kam qenë vitin 2001, kur dikush ka arë më anku dhe dalë, thash bërëm shkaki, thash hinë xhami, tha jo thasën hinë xhami, tha pse nuk kish hinë kur në xhami. Pim shej shkurt, thash bërëm shaki, tha gjali, tha mi ka harxhu 350.000 frank në kazino. Thash hinë xhami o vlla, thash unë s'm dal jashtë, bërëm hinë xhami, thash s'en hi o vlla. Po marr vesh masanena, gjali ja ka harxhu 350.000, ma dhe ky babas ja 500.000 ma herët ja kish harxhu. Edhe ka ardhur më pastru te hoxha, mi thon hajde unë më ja gjet formulën që gjali mos më lut bixhaz. Po xhalin tan se ke prun xhami, po ti veten se ke prun xhami, e normal përfundon se ç'është, ta xheg e loçkën e shpirtit me mall pin dynjat. Çka të mjell, ke mbjell bixhaz ti ke lut, edhe xhali lut. Borxh është kjo. Rast konkret, unë jam dëshmitar i këtij momentit. Ama ti merr xhalin. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me urdhnu fëmijën në namaz, sidomos në moshën e fëminisë. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam qysh në fëmini i ka urdhnu. Imam Hasani Huseni fëmijë ka qenë, se u ka prish ratllik në shpinë ka hyr. Ka qenë i vëmendshëm. Vjen një fëmijë ban poterë në të ban, po ma ka prish namazin, s'ta prish namazin. Resulullah në shpinë i kanë hip se ka prish namazin. Burrimati ta ka hip, ta ka prish namazin, s'ta prish namazin. Nuk prishet namazin me fëmijë pse janë xhami. Në të falë, merë në xhami, në ambientin imanor, që të mësohet fëmija. Mbrojtja e tyre
Elementi I fundit, mbrojtja e tyre nga ndikimet e këqija dhe shoqërisë. Duhet me pas kujdes. Nëse na kujdesemi për një virus të fëmijës tonë, do të kujdes për virusin e fëmijëve, faktorëve që ndikojnë keq në karakterin dhe në moralin e tyre. Unë shpesh herë përmendim këtë 3 ajete në Kur'an janë shumë të rëndësishëm. Komunikimi Luqman Hakimit në Kur'an me djalin e vet. Ka thonë ja bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. O birjam mos I ban shirk Allahut. Prandaj fëmijëve duhet të mësu tauhidin, besimin. Edhe kështu ka komuniku Luqman Hakimi me djalin e vet, ka thonë o birjam mos I ban shirk Allahut se padrejtësia më e madhe në dynjë. Allah I ka dhënë të mira ti ban shirk Allahut. Porosime radh ja bunayya aqimis salah. O birjam fale namazin wa'mur bil ma'ruf. O birjam, unë thirri po dhe ti thirri njerëzit në punë të mirë. Wa'mur bil ma'ruf, thirr në punë të mira, wanha 'anil munkar, dhe largon nga e keqja, wasbir ala ma asabak, dhe përqendron atë çka sprovohesh. Pastaj thot wala tusayr haddaka lin nas wala tamshi fil ardi marha. E ka mësu imanin, ja ka mësu namazin, ja ka mësu mi thirr njerëz në punë të mirë, ama I ka thonë edhe një sen, largon nga e keqja, wasbir ma ala ma asabek, dhe bën sabër në atë çka të godet. Kena mos provu. Unë si hoqë, ti si xhamat. Jo, kena mos provu vazhdimisht. Ama kujdesu për këtë emanet shenjtë në këtë formë që na mëson, pse se prindit që nuk ja pri janë disa kategori të prindërve. Ka prind që kur nuk ja prish fëmijës vet, sa herë thot rrafsh ja ban. Edhe ku s'duhet, edhe kur duhet, hiç. Këtë prind tek qe. Prindi keq është ai çka sa herë ja ndrejt qefin e vladit. E ke po do fëmijë që dalin të hajlaza, edhe pastaj dalin pishinave. Prindi ka fajt. Pse? Si ka thonë stop ku duhet. Po sa herë ja ka bërë rrafsh. Sa herë ja ka ndrejt qefit. S'ban me ja ndrejt sa herë. As me ja prish sa herë. Prindi I keq është ai çka çdo herë ja ndrejt fëmijës vet. Gabim është. Prindi hala më I keq çka është arrogant ndaj fëmijës. Sa herë thotë jo, arrogancë, I egër. Fëmija dënë butësi, dush me ditë me kallëzu. Prindi më I mirë është ai I cili din me prashit mirë me ren. Ja thot mirën ku duhet, e qorton ku duhet, e këshillon ku duhet, e ngrit zonin ku duhet, derisa të shtin në sistem. Dhe përfundojmë me 3 shembulla, të relaksohemi pak se këto janë rregulla. Edukimi I Ibn Abbasit. Ibn Abbasi ka qenë djalosh I vogël. Një prej komentatorëve më të njohur të Kuranit ka qenë Ibn Abbasi, në të cilën fal duas pejgamberit alayhis salam, I cili është rrit te Resulullahi alayhis salam. Është rrit te Resulullahi alayhis salam. Qysh? Një ditë prej ditëve, veç një ndodhi, I ka marr abdes I ka qit pejgamberit. Para mendojnë një fëmijë sot 6 vjet e merr dhe I çet dikujt në abdes me marr. Edhe shef normal, çka ban? I lën durt, 3 herë gojën, 3 herë hunën, fytyrën, krah, mes, kamp. Ai fëmijë praktike mëson se çish mirret abdesi. Unë jam të thonë, sot jam 3 ka që s'din me marr abdes. Tash jam të fola për. Unë si vjet di që dikush në çikët xhaminë tonë, një xhamatli e ka pru një shok, I ka mbi 19 vjet, për herë të parë abdes ka marr mas 19 vjetëve. Ibn Abbasin, Resulullah alayhis salam e ka mësue praktik me marr abdes, ama di çka ka thonë? Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu ta'wila. O Allah, mësoja banja të qartë tefsirin, më I njohuri tefsirit ka qenë Ibn Abbasi. Njëri që ja ka qenë Allahit trunin për shkak duaz dhe bereqetit, duaz pejgamberit, ama dhe edukimit se ai është e edukuar në shkollën më të mirë të njeriu më të mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një shembull dhe më të folë, abdes. Shembull praktik, e shet që shmirët abdesi. Prandaj prindi, gjdo vepër duhet më konë konkret me fëmijën e tij. E dyta, Omer, radiallahu anhu, ndodhi që e dini, ka dal një natë, mesin e natës në rrugë. Edhe ndëgjon një nanë të I thonë, përzi e shtoj e pak tamlin, që të shtohet ma shumë me ujë me përzi. Thotë se nuk na sheh Omeri, një fjalë ka thonë. Nëse Omeri nuk na shef Zoti Omerit, Rabbu Omer I rana, Zoti Omerit na shef neve. Omeri radiallahu anhu është rënqedh zemra e tij kur e kanë dëgju zanin e një vajzës vogël, një vajzës të re, e cila ja kthen nanës fjalën, pse se çështja e besimit në momentit
Thot Allahu na shef, Zoti Omerit na shef. Pse te ka thënë këtë mëve? Çka ka lidhje me edukimin? Ka, shumë ka. Omeri radiallahu anhu pastaj e kërkon që këtë vajzë për djalin e tij. Veç ki gjest ka qenë. Ama nga që kjo familje pastaj ka lind një burr i drejtë i njerëzimit, e ka pas emër Omer ibn Abdul Aziz, një prej halifeve më të drejtë në historinë e njerëzimit që ka pas Ebu Bekrit në ato fol, që ka pas bereqet dynjaja, ka pas drejtësi dynjaja. Nga që kjo nane drejt ka lind që ky burr i madh. Edhe pe përfundojna. Amo kam qef me vëmendje, më dëgju që këtë movetin e fundit. Këto raste ka ndodhur në kohën e pejgamberit, kohën e Omerit. Një mësuese një ditë i paskara në vesh me një prej shkollave, një fëmijë 10 vjeçar, shumë i trishtueshëm, edhe i mërzitshëm. Edhe i thot, nuk e vetë çka kije. Thot, a ka mundësi më tregu mësuesja, thot gjithë nxënësit, thot shkruani nga një fjali, çfarë dëshira keni? Këtë fëmijë, zakonisht, me vetë qatë fëmijën, shka ka qef lojnë. Me vetë që atje e imanin, shka ka qef Sony PlayStation. Me vetë që tjetrin, ka ambëlsir, lojnë, telefon, iPhone, këtë kanë qef. Shumica e fëmijëve, kretë, kanë thonë, ja lojna, ja iPad, ja telefon, ja më shetit, ja Spiderman, ja kutadione. Kretë këto dëshira. Vetëm që ky fëmija, ama pyetjen mësuesja shumë e vëmendshme, shumë pedagoge e mëshme, i thot, a ka mundësi, masi e shkruajnë krejt, që ky fëmija që ka qenë shumë i mërzitshëm e ka shujt, veç një fjali, thot, unë dua veç një sen. Thot, dua që nëna jem edhe babem, thot, mu kanë afër mu me folë me mu dhe me bë muhabet me mu. I thot, a ban më të pyet, thot, çka është puna? Thot, nëna jem edhe baba jem punojnë shumë. Janë të raskapitur, s'kan hiç kohë për mua. Thot, shka dhe kur të vinë në shtëpi në mbrëmje, hiç nuk kanë vakë gjithë ditën në telefon. Kitë këto fëmija që ka i kanë thonë, kitë këto, unë kam PlayStation, unë kam lojna, unë kam dhomën më të mirë, unë kam shtëpinë më të mirë, unë kam krejt, veç nanën edhe babën merr malli fytyrën e tyre me pa. Se kanë dëgju zanin e tyre gjatë kohë, me javë, me muj nuk i ndëgjoj ata. O xhamat, ka shumë nana dhe baba të kësaj kategorie. Pastaj dele vladi pi dorës. Kini mi na fëmijë shumë të retardum për shkak se kanë hi në të bobanin e shejtanëve të lojnave që kanë siher në ta. 8 orë fëmija rre se s'ka me kanë me fol, s'ka me nanën me fol, s'ka me babën me fol. Mos i leni fëmijët vetë. Mos t'ja u shoqnojnë dreqnit fëmijët e juve. Mos t'ja marrin këtë dritë dhe këtë amanet m'ja u shkojnë prej dynja dhe në ahiret me pas përgjegjësi për Allahut. Fillova dhe pe përfundoj, fëmija është dritë dhe është emanet. Fëmija tokë e butë e punon kish problem dynja dhe në ahiret. Është krenari me pas dhurrijet të khejrit. Na ka mësua Allahu dhe pejgamberi me kërku nga Zoti dhurrijetën tajjibe me pas pasardhës të khejrit. S'ka pasardhës të khejrit pa tauhid, pa besim. S'ka pasardhës të khejrit pa shkollim. S'ka pasardhës të khejrit pa moral dhe karakter. Edhe s'ka pasardhës të khejrit pa u kon shembull i mirë ti për fëmijët. Elusim Allahun që ky Ramazan të bëhet shkak që ne të jemi afër fëmijëve tonë. Mos i marrin fëmijët e tonë mi eduku dikush tjetër, por ne t'i edukojmë në frymën e Kur'anit dhe Sunetit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.